U zhduk vapa, shkoj vera dhe bilbili më skëndon. Erdi vjeshta me të tjera, syrin që i shikon. Era fryn, fletët bien, pe më të zhvishën si nga mot. Mali fusha më skahien që kishin gjermësot. Me këto vargje që thash, mos mërzisni ju të tjerë, se vërtet iku një verë, por erdi kvizi milioner! Erdi kvizi milioner bashkë me kandidat të tjerë të shohim se Lidion! Murat Abazi, Prishtinë! Samet Habibi, Shiak! Endrit Mustafa i Tiranë! Estion Shqiti Tiranë! Halit Ibrahimi Prishtinë! Kytim Alitema Mitrovic! Muhamet Voca Mitrovic! Bravo! Vazhdojmë një pyetje shumë të nxehtë, jo vjeshtore. Një pyetje me rënditje. Rënditni këto bomba, duke filluar nga ajo që është zbuluar më herët. Termonukleare, gjylja e topit, e dorës dhe atomike. Rënditja sakt. Gjylja e topit, bomba e dorës, bomba atomike dhe bomba termonukleare. Ndërsa, ishti më i shpejt, Murat Abazi Prishtinë. Bravo, Murat. A ki diçka në bomba sa në të ski kur gjo. Vardojmë në. Në karrierën e nxehtë, në këtë emision, nga Prishtina është Murat Abazi, ka mbaruar për infermieri, ku edhe aktualisht punon në QKUK, Qendra Klinike Universitare e Kosovës, apo jo? Në Prishtinë, flet disa gjuhë, merret me futboll, basketbol, shah, hobi ka bletarin, turizmin, arkitekturën, si edhe hulumtimin e kujdesit shëndetësor. Shumë bukur. Ju jeni një enciklopedist, si duket, e? Se përbenda Tomat Vleshmën, se... Po, se përmenda, se jeni ushtari... Ish ushtari i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Ish ushtari i UÇK-s. Okej. Kjo është më rëndësishme. Për jetën tuaj, apo jo? Ka edhe më të rëndësishme këtu m'duket. Si ajo. E kam edhe grunë me vete. E ke edhe grunë me vete, atëherë. E po mirë. Përshëndetje zonë. Si pa temri zonja? Shpresa. Shpresa. Përshëndetje zonja Shpresë. I keni edhe 4 fëmijë, apo jo? Po. Cilë t'i përshëndes. Edhe ne i përshëndesim përzemërsisht. Edhe ta vazhdimisht të shërofin emisionin të bëhen milioner, se dojnë të bëhen milioner. Atëherë, edhe ne i përshëndesim fëmijët tuaj, me dëshirën që babi të kthehet në shtëpi me shumë para dhe me shumë dhurata. Okej? Faleminderit dhe unë nëse më lejohet nga kjo pozitë, i përshëndes edhe gjithë shokët e mi të ushtrisë, shokët e mi të punës, familjet e dëshmorëve dhe gjithë të rëndit për gjerinë e komës tonë. Murat, ke filluar me emocionet forta, megjithatë ti ndoshta mund t'i përballosh më lehtë, por je duke reflektuar shumë. Po na i gjua neve, Ju keni përfunduar fakultetin e mjekësisë, apo dega infermieri, dhe keni shumë më lehtë menaxhoni këtë. Përveç tjera, keni një përvojë mjaft interesante në jetën tuaj. Sigurisht që na kurse nga këto emocion. Patjetër. Vazhdoj Murat. Rregullat e lojës janë këto. Gjithsejt janë 15 pyetje me 3 pragje. Pragu i parë 250 euro, i dyti 1750 euro dhe në pyetjen e 15 mund të fitoni 50.000 euro. Atëherë, edhe ndihmat mos harro, pyet publikun, telefoni miku pyet publikun dhe 50-50. Vazhdoj me pyetjen e parë. Për dy njerëz që ngjajnë shumë,
thuhet se janë si 2 pika uji, 2 shishe uji, 2 gota qumësht, 2 pikë pamje. Është një thënie përdorët mjaft në popullin tonë. Si 2 Pika ujë ndoshta. Dhe mendoj se është në 2 pika ujë. 2 pika ujë sakt. Vazhdojmë pyetja e dytë. Çfarë forme të komunikimit përdornin egjiptasit e vjetër? Alfabetin grek, pantomimën, hieroglifet apo Windows Live Messenger 900? Hieroglifa dhe sot është enigmatike për shumë njerëz dhe akoma nuk është. Egjiptologët, po? Po, dhe akoma nuk është deshifruar dhe kjo është njëra ndër kjo është komunikimi që ka përdorur grekët. 9C. Po. 9C hieroglifet, sakt. Vazhdojmë, Murat, pyetja e tretë. Vija e vogël që shpije ujë në mulli ose në arë quhet vig, jaz, taz, stan. Mendoj se është 9B. Jaz. 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 Keni parë mulli ndonjëherë? Mulli Guri? Kam vizitu. Ke vizitu? Kam vizitu. Atëherë, e fundit, 9B. do të duhet ta thuani. Përgjigja ime e fundit, Përgjigja ime përfundimtare është 9B, jaz. 9B, jaz. Po, sakt. Pyetja 4. Metoda e ruajtjes së ushqimit duke mbytur bakteret u zhvillua nga një kimist francez më 1860 dhe nga ai ka marrë emrin paskalizim, galvanizim, lavazvelim apo pasterizim. Në sigurim kërkom pyetjen përfundimtare. Po, sigurisht. 9D, pasterizim. Sakt, bravo. Dhe pyetja e 5 për pragun e parë. Hidrocentrali i Ujmanit është ndërtuar në lumin Drini Bardh, Sitnic, Ibër apo Bistric. Lumi i Ibër. E fundit? 9C, lumi i Ibër. Inshallah është i bashkuar gjithë. Me 11 km2 dhe thellësi mbi 100 metra do të thotë. Ai është liçeni më i madh në Kosovë po ashtu dhe quhet liçeni i Ujmanit që është ndërtuar në lumin Ibër. Sakt. Bravo. Keni fituar 250 euro. Urime. Ju Murat keni një profesion mjaft humanist, humanitar, do e quaja kështu. Marë parasysh do thotë pagat dhe ndoshta motivi, por megjithatë besoj se ju keni një shtytje, një motiv shumë të lartë. Cila është pozita juaj në punë tani? Çfarë bëni? Çfarë bëni? Përveç detyrës që kryej në klinikën interne, në ambulancën specialistike të klinikës interne pranë QKU-kës, unë ju ndihmoj edhe pacientëve të tjerë që vuajnë nga smundje të ndryshme jo shëruese, që quhet kujdesi paliativ, që në Maqedoni dhe në rajon ekzistojnë, por në Kosovë akoma nuk është zhvillu ky profesion në spektrin e gjerë. Jemi 6 nga Kosova jemi 6 trajner ndërkombëtar me certifikim ndërkombëtar nga Kombët e Bashkuara, nga Washingtoni, për kujdese dhe për kujdese trajtimin e këtyre pacientëve, trajtimin e familjarëve të tyre, ndihmesën ndaj tyre dhe familjarëve të tyre. Dhe shumë nga këta njerëz janë pa shpresë për jetë dhe mëkati më i madh është që këta njerëz sot edhe vuajnë shumë në Kosovë, me qenë se këto smundje të pashërueshme duhet trajtohen me kimioterapi, me radioterapi, me
Besoj që aktiviteti juaj do të përkrahë, do të thotë, dhe në këtë rast më falë që ndërpreva, por besoj që do të gjejmë edhe ne hapësirë si Quiz Milioner dhe do të bëjmë diçka në këtë drejtim edhe ne. Faleminderit edhe pse rastësisht po e them edhe unë këtë, do të thotë, dhe ju si një kandidat do të thotë në këtë rast me profesion po quaj specifik, sepse si duket kjo nuk ekziston do të thotë në ndonjë asociacion që merret ekskluzivisht me këtë si e quajt? Kujdesi paliativ. Paliativ, po. Shumë bukur Murat, më vjen shumë mirë, Zoti ju ndihmoft juve dhe njerëzit po ashtu. Edhe ne besoj do të jemi në përkrahje të aktivitetit tuaj. Faleminderit. Jeni të mirë se ardhur, jo vetëm ju, por edhe gjithë ata që kanë mundësi me potencialet tyre fizik edhe material. Pyetja e 6, Murat. Çfarë mund të pritet me një elmaz? Diamanti, xhami, lëkura apo plastika? Mendoj se është përgjigjja përfundimtare në B, xhami. Pasi gjatë diamanti ka aftësinë ta pres xhamin, por në industri përdoret elmazi për prerjen e xhamit. Do të thotë përgjigjja juaj përfundimtare është në B, xhami. Xhami. Mirë jeni duke i prerë përgjigjet, do të shumë mirë. Sakt, bravo. Vazhdoj, Murat. Keni gjendje të mirë këtu tani, nuk keni shfrytzuar asnjë ndihmë. Ndihmën më të madhe e kam mrapa. Mrapa, po. Mjafton prezenca, rrezaton ajo, po? Reflekton. Reflekton, rrezaton, të gjitha. Vazhdojmë atëherë. Faleminderit. Pyetja e 7. Çfarë studion një hipolog? Kuajt, hipopotamët, hipnozën apo hipizmin? Kur e merr për ta ndasë si pjesë, hipodrom, hipologji, dhe ka të bëjë me ndoshta me sportin e kuajve, mendoj se është A-ja. Ju mendoni, unë mendoj se i ke edhe trendima, po sido që tjetë, është e juja dhe vendosur. Për shkak se të gjitha ndërlidhen në mes me... Okej. Mendoj se është e nevojshme ndihma e publikut. Ndihma e publikut. Publik i nderuar, Murati kërkon ndihmën tuaj në pyetjen çfarë studion një hipolog, në A kuajt, B hipopotamët, C hipnozën apo D hipizmin. Na jepni përgjigjen e saktë, lutem. Kuajt 59%, hipizmin 25%. Është përqindje mjaftueshme, çfarë mendon? Kuajt janë njëra ndër kafshat që i du mas shumë. Dhe i adhuroj shumë. Dhe nuk e dini kush i studion? Dhe mendova dhe mendoj se prap kuajt qëndrojnë. Hipologjia studion kuajt. Ju i doni shumë? I du shumë kuajt. Përgjigja juaj e fundit? Në na, kuajt. Kuajt. Do thotë ju mund të jeni edhe hipofil. A mund të quaj kështu? I adhuroj shumë kuajt. Nëse nuk jeni hipolog, atëherë jeni hipofil. Mund të quhet edhe ashtu. Si thojnë njërit prej vrapimet të kuajve? Gallop. Gallop. Bravo. Sakt. Sakt. Bravo, Murat. Arritëm në pyetjen e 8, cila vlen 850 euro, dhe po vazhdojmë. Sigurisht diçka, do një pyetje me elefant. I doni elefantët?
Nuk e pas afër asnjë. Kurse kuajti kam shalu, i kam ushqy, i kam përgdhelë, kam ndjek kënaqësimet të gjatë kalorimit dhe shështisme. Vazhdojmë, pyetja 8. Vargjet e cilit rilindas i recitoi Femi Ferrati në hyrje të këtij emisioni. Ndre Mjedës, Deradës, Hilë Mosit apo Asdreni? Ku i keni dyshim? Asdreni është njëre prej rilindasve që ka shkruar shumë kësë lloj vargje me emotive, epike. Vargje emotive, po, epike. Dhe cilat nuk i ka pasqyruar me ndjenjat e veta nga vizualiteti që ka pa për të reflektuar në patriotizmin e tij dhe në dëshirat e tij për të jetuar vendin e vetë për të kthyer, për mos të largu popullata e gjonat migrimit e gjona tjera, kështu që mendoj se Asdreni është përgjigje të përfituar. Iku vera, erdhi vjeshta. Publiciteti vazhdon të Nuatë shikues, vazhdojmë me vargjet të cilit rilindas recitoi Femi Ferrati në hyrjen e këtij emisioni. Është pyetja në cilin Murat Abazi ka arritur dhe është pyetja e 8. Në opcionet Ndre Mjeda, Derada, Hilë Mosi apo Asdreni, Murati ka dhënë përgjigjen përfundimtare në D. Asdreni. Dhe përgjigja është e saktë. Bravo! Shumë bukur. Shkojmë në pyetjen e 9 për 850 euro. Një njësi astronomike është e barabartë me distancën ndërmjet tokës dhe diellit, tokës dhe hënës, diellit dhe Andromedës apo Merkurit dhe Neptunit. Kur mendoj se njësitë astronomike maten me shpejtësinë e dritës dhe bëhet fjalë për atmosferën në raport me tokën, mendoj se është në na. Por në tjetër kohë, kur mendoj se matjet e kohës janë bërë që në fillim, të fillimit matjes kohët nga arabët dhe duke u bazuar në hënën, dhe kontaktet e para të astronomisë kanë qenë me hënën, atë e lind dyshimi prapë se mund tjetë edhe në nëbe. Mendoj se nështë është ma mirë. Po, me këto dyshime, po mendoj çfarë doni. Ndihmën 50-50. E kam një mik i cili shumë merret me astronomi, edhe pse është piktor, por do ta kusej atë tashti. Dhe shkojmë në ndihmën 50-50. Ku ishin dyshimet tuaja? Në mes të tokës dhe diellit dhe tokës dhe hënës. A dhe B. A dhe B. Regjia ju lutem, ndihmën 50-50, anulloni 2 nga opsionet. Atëherë mbetet opsioni në na. E fundit? E fundit tokës dhe diellit në na.
ne po kërkonim një distancë e cila ka gjatësim prej 149.6 milion kilometra dhe ne po kërkonim distancën ndërmjet diellit dhe tokës. Sakt, bravo! Shumë bukur. Shumë bukur, Murat. Arritëm tek pragu i dytë. Si ushtari UÇK-s, jeni duke përfaqësuar shoqërinë tuaj apo jo këtu? Ju dini të rrezikoni, e? Kemi ditë të rrezikojmë, kemi rrezikuar dhe vazhdojmë të rezistojmë. Të shohim pyetjen. Gjendja psikosomatike në të cilën një person tronditen nga bukuria dhe vëllimi i veprave artistike në një hapësirë të vogël njihet si sindroma e Balzakut, sindroma e Lorkës, e Remarkut apo Stendalit. Kur bazohem në dy gjuhë tjera, anglisht dhe gjermanisht, më jep opsionin D, stand, halt. Si është, e fletin turqishtën? Turqisht? Si është? Biraz biliyorum. Ha? Ben biliyorum Türkçe biraz. Biraz. Ne yapıyorsun? İyi, sen nasıl? İşte o. Sağ ol. Atëherë, nuk ka të bëjë do të thotë me këtë frymësimin edhe këtë lojën e fjalësh, këtë që po bëni ju. Do të këta që kemi përpara janë shkrimtarë. Shkrimtarë të famshëm, ne? Kërkoj të thras mikun. Kënë të thrasim? Me respektin më të madh profesor Emrush Kryeziun, doktor hematolog i cili merret edhe ai me smundjet e Po? kanceroze dhe tjera. Doktor? Profesor doktor Emrush Kryeziu. Profesor doktor Emrush Kryeziu. Ju lutem linjën telefonike, do ta kontaktoj mikun e Muratit, profesor doktor Emrush Kryeziu. Alo. Alo, mi mbrëma, përshëndetje. Po? Doktor Emrush Kryeziu, Femi Ferrati nga Quizi kur do të bëhet milioner. Po? Po, unë jam. Në karrierën e nxehtë kemi mikun tuaj, Murat Abazi, cili në pyetjen e 10, e cila vlen 1.750 euro, ka vendosur të kërkojë ndihmën tuaj. Po? Urnoni? Dhe i keni gjithsej 30 sekonda dhe Murati është i bindur se ju do t'i ndihmoni. Përndryshe, Inshallah. inshallah. I keni 30 sekonda. Urdhëro, zoti Murat. Profesor, gjendja psikosomatike në të cilën një person tronditet nga bukuria dhe vëllimi i veprave artistike, një hapësirë të vogël njihet si sindroma e Balzakut, Lorkës, Remarkut, Stendalit. Po provoj këtë të fundit. Stendalit. Mora, këtë të fundit provoj. Nuk jam i sigurt, po provoj qëtë. Faleminderit, prova. Hajde. Edhe? Kemi mri aty ku kemi mri. Nuk e kam besu se më bjen ndoj pyetje kësi lloji se do ta futsha në numrat e telefonit një neuropsikiatër. Do shta cili do të ishte më i 1750, 850, 250. për thonë se kena ditë gjithë rrezikojmë për diçka ma shumë, ndoshta në këtë rast nuk ja vlen. Por Këtu na duhet përgjigja e fundit. Nuk do të rrezikojmë?
Mendoj se nuk do të rrezikom. Atëherë. Pasi që edhe profa nuk më dha një përgjigje definitive, Nuk ishte i sigurt, ë? nuk ishte i sigurt. Edhe ai mendoj se është bazuar në këtë në kombinimin e dy fjalëve të huaja, Po. atëherë Të rriqeni. tërhiqemi. Atëherë fundit të rriqeni. Nderuar teleshikues, publik i nderuar. Mirata bazi të rriqet. Miratë të rifituar 850 euro. Po të vazhdonim lojën, Ishin cila do të ishte përgjigja e fundit? 9C. 9C. 9D, më falë. 9D. 9D. Prap 9D. 9D. Pse? Kështu tha profesori? Mendimi im ishte edhe parimisht ishte mendimi im aty dhe mbështetja e profesorit, prapë edhe po të vazhdojmë do të qëndroja në 9D. Ky fenomen i kishte ndodhur Stendalit, kur e kishte vizituar Firencën më 1817 dhe ishte ma gjepsur. Nga vepra artistike, ishte vetë me jo. Dhe tani ky u sëmua, Stendali. Faleminderit shumë. Ishte knatësi, dhe sukses herave tjera, në punë të tjera me ta. Jo, dalë, salam. Falënderit Murat, kishim një humanist, po e quaj humanist, në karrierën Z. Tani vazhdojmë me kandidatin tjetër. Dhe sigurisht që kandidati tjetër do t'jetë mashkull. Pyetjen me renditje, ju lutem. Renditni këto faza të një loje futbollistike sipas rrjedhës normale. Pjesa e dytë, penaltit, vazhdimet, pjesa e parë. Renditja sakt. Pjesa e parë, pjesa e dytë. Vazhdimet dhe penaltit në fund, ndërsa penal Samet Habibi, bravo! Shiak! Bravo Samet, bravo Nena. Vazhdojmë? Vazhdojmë. Çfarë të vazhdojmë? Lojen? Emocionin, po. Emocionit. Vazhdojnë emocionit. Me ne në karrierën e Z Samet Habibi është kandidati i cili përfaqëson sonte Shiakun. Po. Shumë bukur. Por jo në mënyrë të denjë sepse ke shumë emocione. Jo. Atëherë, largoj. Në rregull. Studion për inxhinieri ndërtimi, futbolli, noti dhe leximi janë ndër hobet e tij. Po, pas. Atëherë, jeni në shoqërinë e kujt sonte? Janë në shoqërinë e shokut tim, Po? që studion edhe ai për inxhinieri elektronike. Është Ivo Arkitektonik. Gjoka. Elektronike. Elektronike. Inxhinieri elektronike, Ivo Gjoka, shoku. Shumë bukur. Përshëndetje Ivo. Dhe ju të dy si duket do ta bëni një punë mjaft të rëndësishme kur të bëheni bashkë. Do mundohemi. Diplomani, ju inxhinieri ndërtimi apo? Po. A inxhinieri elektrike? Elektronike. Elektronike, do ta bëni një objekt elektronik. Shpresojmë që po. Okej, shumë interesant. Shumë interesant. Samet, përveç studimeve, me çfarë merrni? Merren përgjithsisht me hobet e larg përmendura, Futboll? futbolli përgjithsisht me shokët. Edhe këto leximet, notit për arsye se jemi edhe afër detit, kështu që na ofrohet kjo mundësi. Shumë bukur Samet. Atëherë, Po. rregullat i di? Po. Rregullat janë 15 pyetje. E ndjek Që duhet- vazhdimisht. A i ndjekni? Po. Atëherë, mos harro të rendimat, ë? Po. 3 pragje, 250, 1750, 50.000. 3 ndimat, telefonon mikun, pyet publikun dhe 50-50. Të mos i harrosh, Në rregull. okej? Shkoj me pyetjen e parë. Për dikë që ka shumë përvojë, thuhet se është i rrahur me
vaje me uthull, me ujë sapun, me verë raki, me vaje krip? Mendoj për vaje me uthull. Me vaj e me uthull. Mendoj. E fundit? Po them se është e fundit. Në A. Vaje me uthull. Vaj e me uthull. Sakt. O, si e filluam këtë lojën tuaj me vaj e me uthull. Po. Shumë mirë. Largojeni vajin, ju lutem, edhe uthullën, shkojmë me sheqer. Pyetja e dytë. Nëse dikush është në lulet e jetës, është fjala për një të përsalindur, për një të ri, për fëmijë kopshti apo për pensionist? Mendoj për një të ri. Sigurisht. Mendoj për të ri. E fundit? E fundit. Sakt. Vazhdojmë. Pyetja tretë. Cili nga këta sportist mund të dënohet me një gabim teknik? Futbollisti, basketbollisti, peshngritësi apo ciklisti? Ndërmjet peshngrisit dhe basketbollistit, jam më shumë për basketbollistit. Atëherë? Dhe mendoj se përgjigjja e saktë është basketbollisti, në B. Shumë bukur, saktë. Pyetja e katërt. Çfarë shenje gjeometrike shtypim për play në aparatet moderne TV apo aparatet akustike? Trapezin, rrethin, katrorin apo trekëndshin? Atëherë kjo simbolika është gjithësisht e përhapur të këto aparate dhe mendoj se përgjigjja e saktë është në D, trekëndshi. Në D, trekëndshin. Trekëndshin, e rrëzuar. E rrëzuar. Sakt! Edhe e kisha për shtypje. Edhe e kisha për shtypje që do ishte kështu, Po. për kthimin. Vazhdojmë. Pyetja e pestë. Cili qytet shqiptar laget nga dy dete? Vlora, Shëngjini, Durrësi apo Saranda? Duke qenë se kam shumë shoka Vlora, mendoj se përgjigjja përfundimtare është në A, Vlora. Dhe çfarë privilegji kanë këta? Lag nga dy dete, kështu që i duket Po shkojnë 2-3 hapa atje thotë ja, isha në Adriatiku lava. Dhe Pastaj bëjnë 2-3 2-3 hapa hapa, tjera në pastaj Jon. isha u lava në Jon. është privilegj, gjithsesi. Privilegj, e? Po. Për vlonjatët. Për vlonjatët. Përgjigja është e saktë. Bravo Samet. Përgjuar 250 euro urime. Faleminderit. Do vazhdojmë? Vazhdo. Ju studioni për inxhinieri Inxhinieri ndërtimi. Ndërtimi. Po. Si do ta quaje këtë proces këtu? Çfarë keni ndërtuar tani? Deri tash mendoj se është krijuar ambienti punës. Ambienti punës. Quhet një proces në ndërtimin e një skis ose të një projekti. Domethënë ishte deri tash ishte hyrja. Kështu që në vazhdim të procesit fillon edhe gjërat më të komplikuara. Edhe duhet pak më shumë kthjellësi. Unë do ta përshkruaj kështu. Ju keni para veti një godin 15 katri, duhet ta ndërtoni, keni arritur në godinën e 5 Po. dhe shkojmë pastaj. Shkojmë me vazhdo. katin e 6. Shteti nën suazën apo kujdestarin e një shteti tjetër quhet protektorat, satelit, principat, enklavë. Në dyshime jam ndërmjet A-s dhe B-s, protektorat dhe satelit. Mendoj të përdor një nga ndihmat që më ofrohet, publiku. Publiku. Atëherë, publiku i nderuar, Sameti kërkon ndihmën tuaj në pyetjen shteti nën suazën apo kujdestarinë, një shteti tjetër quhet protektorat,
satelit, principat apo enklav? Na jepni përgjigjen e sakt, ju lutem. Atëherë duke studiuar dhe votat e publikut, mendoj se e kisha me dyshim të fortë që ishte protektorat dhe mendoj se përgjigjja ime përfundimtare është 9A protektorat. Shtesës që ndohë. Kishte Kosova protektorat? Kombët e Bashkuara. Po, dhe i ka edhe tuti. Përgjigja është e saktë. Faleminderit publiku. Vazhdojmë. Shumë bukur Samit. Pyetja e 7. Sa shqisa ka njeriu? 3, 6, 5, 4. Disën mjekësi, njen 5 shqisat njeriu. Kështu që mendoj se përgjigja e saktë është 9C, 5. Cilat janë? Mendoj se të dëgjuarit, të shikuarit, të prekurit, nuhaturit dhe të shijuarit. Nuhatja, shijimi, Shijimi, dëgjimi, shikimi, edhe prekja prek. dhe publiciteti. Të nderuar të shikues, ju që keni aktivizuar 3 nga 5 shqisat në emisionin Kur do të bëhet milioner, në karrierën nxehtë është Samet Habibi, i cili në pyetjen sa shqisa ka njeriu 3, 6, 5 apo 4, ka dhënë përgjigjen në opsionin 5. Dhe përgjigja është bravo, përgjigja është saktë. Vazhdojmë. Pyetja e 8. Mes cilave skuadra është i njohur derbi della Madonnina? Roma Lazio, Juventus Torino, Milan Inter apo Sampdoria Genova? Atëherë për këtë derbi flasin pothuajse gjithë bota. Gjithashtu edhe unë me shokët e mi të cilët jemi ndarë në këtë skuadra, jemi gati gjysmë për gjysmë. Edhe mendoj se është ndër derbit më të njohur, ndër më spektakularit, është Milan Inter. Edhe përgjigja ime përfundimtare është 9C, Milan Inter. Derbi della Madonnina. Emrin e kishte marrë nga statuja e Maris në sheshin Duomo të Milanës. Aty më njerë pak më lartë ku është edhe konsulata shqiptare. Është traditë që tifozët sa herë që fiton njëra prej këtyre skuadrave të kremtojnë në këtë shesh. Kam pasur fatin të jem njëherë aty. Shumë mirë. Ishte shumë interesante. Përgjigja është e saktë. Vazhdojmë? Vazhdojmë. Pyetja 9. Rock grupi legjendar irlandez U2 ka marrë emrin nga një nëndetëse gjermane nga lufta e dytë botërore, aeroplan spion i CIA-s, anije kozmike ruse apo helmi kimik nga lufta e parë botërore. Dëgjoni muzikë rock? Dëgjoj pak nga të gjitha, nuk është se kam një preferencë. Po. YouTube e kam dëgjuar, po them drejtën se më interesuar ndonjëherë për emrin. Po s'kam bërë gabim. Frontman. Cili është i grupit YouTube, frontman? Si ka? Po më për momentin. Lideri i grupit YouTube. Si grup do thotë dhe si lider është mjaft aktiv do thotë në botë dhe në aktivitete humanitare përkrahase nga shumë sfidat që tani do thotë janë probleme botërore, si lufta. Po është
është aktiv, po s'po kujtohet për momentin. Minat. Besoj se ka ardhur momenti të përdor ndihmën 50-50. Ndihma 50-50. Okej? Ku janë dyshimet tua? Nën D edhe në A, të them drejtën. Nën D edhe nën A. Po. Ju lutem ndihmën 50-50. Është anije apo aeroplan? Në fakt të dyja fluturojnë. Kam dyshime tek nën B, aeroplan spioni CIA-s. Po s'jam edhe aq i sigurt. Çfarë do bëjmë tani? Mendoj të shfrytëzoj edhe ndihmën e fundit që më ka mbetur. Edhe ndihmën e fundit. Telefonoj mikun. Atëherë, Kështu që besoj të telefonoj një miku tim. regjia ju lutem linjën telefonike, cili do të jetë miku juaj? Është shoku im i shkollës, Antoine e ka emrin. Antoine? Antoine, Antoine. po. Edhe mendoj se do ta di. Tani jeni në pyetjen e natë. Shpresoj të Alo. Alo, përshëndetje. Alo, Antoine, Femi Ferrati nga Quizi kur do të bëhet milioner? Po? Këtu në studion tonë është miku juaj, Sameti. Po, doj. Apo, e dini se është këtu, po? Po. I keni gjithsej 30 sekonda, urdhëro. Atëherë, grupi legjendar irlandez U2 ka marrë emrin nga një aeroplan spioni i CIA-s apo një anije kozmike ruse? Po në të valaj... Nuk jam i sigurt, besoj nga një aeroplan spioni CIA-s. Nuk e di, vendos vetë. Në rregull. Hajde, nga rrështë mirë. Faleminderit. Besoj se në të rast, duke qenë se nuk jemi sigur për asnjë nga të dyja, veprimi më i duhur do të ishte të riqesha. Fundit, E fundit është të riqe. nderuar të shikues, publik i nderuar, Samet Habibi të rriqet. Me shumën 650 euro. Cila do të ishte e fundit, po të vazhdoj lojën. E fundit po të vazhdoj lojën do ishte nën B, aeroplan spioni i CIA-s. Në fakt, ky ishte një aeroplan i rrëzuar në hapësinë ajrore të Bashkimit Sovjetik, në kohën e presidentëve Hrushqov dhe Eisenhower. Ishte një aeroplan spion i CIA-s, rusët e kishin rrëzuar, ndërsa ju do të kishit fluturuar. Tek nënda. Më vije keq. S'ka problem. Faleminderit Gjithsesi. shumë, Samet. Faleminderit. Dhe tek Maksimi. Faleminderit. Vazhdojmë nderuar kandidat, e di që ju me zipritni të vazhdoni lojen, Sameti nuk kishte guximin të vazhdonte, mund ta kuptojmë, është student, i duhet më vonë guximi. Ju lutem pyetjen me renditje. Renditni këto veshje duke filluar nga poshtë. Pantolonat, kapela, çorapët, bluza. Veshja e saktë është çorapët, pantolonat, bluza dhe kapela. Ndërsa gishti më i shpejt Erion Shyti Tiranë. Bravo. Bravo.
Vazhdojmë, kandidati i tretë është Esion Shyti nga Tirana. Është student i inxhinierisë fizike në Universitetin Politeknik në Tiranë. Librat e preferuar janë ato policeske apo kriminalistike. Hobi ka teknologjinë më të fundit, po ashtu kuizet, televizioni hyn në interesimet e tij. Si duket nga këto që pashtu në biografinë tuaj jeni kandidati i denjë për kuizin milioner. A vazhdojmë me lojën më njëherë? Patjetër. Atëherë, rregullat i di, janë 15 pyetje, 3 pragje, 250, 1750 dhe 50.000 euro, 3 ndihma, telefonomiku, pyet publikun dhe 50-50. Po. Bukur. Pyetja e parë. Çfarë mban në dorë një këngëtar? Milifon, centifon, makrofon, mikrofon. Mikrofon, çati. Mikrofon besoj. Pyetja. Mban në dorë? Po. Mikrofonin. D-ja. Përgjigja është e saktë edhe pse mund ta ketë mbajtur këtu. Po. Okej. Vazhdojmë pyetja e dytë. Ku i kombinon ngjyrat piktori? Stafetë, në pecet, në palet, në recet. Besoj se është palet. Mendoj se është palet. Po thuajeni, thuajeni. C. Thuajeni përgjigja ime e fundit është C. Bravo! Përgjigja ime e fundit është C, saktë. Kush është cilësuar si lojtari 12 në një ndeshje futbolli? Arbitri, ekipi mjekësor, gjyqtari i 4 apo tifozët? Arbitri jo një herë, ekipi mjekësor. Unë mendoj se janë tifozët. Dhe përgjigja e përgjimtar është D. Forca Tirana, forca! Forca. Sakt. Forca Esion, forca! Vazhdojmë. Çfarë ngjyre kanë taksit e New York? Të zezë, të bardhë, të hirt, të verdhë. Mendoj se është D-ja, mendoj. E fundit, Përgjigja e përgjimtar është D, mendoj se është e verdhë. nga që kanë mirë me kinezët, si duket kanë vendosur ta kenë ngjyrën e verdhë të gjithë taksit New Yorkut. Sakt. Pyetja e 5. Ku jemi nëse pushojmë në ujin e ftohtë? Në Vlorë, në Shëngjin, në Pogradec apo në Durrës? Përgjigja e përgjimtar është A. Uji i ftohtë. Ujë i ftohtë. Sakt. Bravo. Esion Shyti. Përfituar 250 euro. Urime. Si shkojnë studimet? Mirë? Mirë. Keni vështirësi? Vështirësi ka, po përpiqemi të dalim. Sigurisht. Këto studimet kanë me vështirësitë, Po, me përgatitjen dhe përgatitjen për vështirësitë pas vështirësive. Pyetja e 6. Me pH, masin për qëndrimin e ioneve të hidrogenit, acidit klorik, masës së oksigjenit apo oksidit të natriumit. Mendoj se mund të jetë B-ja, po. Shoh se jeni pa përqendruar. Po. Ndihma? Do të kryeni punë tani? Pesët me 50. 50-50? Po. Nuk kanë çfarë. Ku janë dyshimet tuaja në cilat? Okej, ioneve të hidrogenit Mes A dhe B-s. B-s, acidi klorik. Po. Atë regjia, anuloni 2 nga opcionet, ju lutem. Unë them, përgjigja përgjimtare ime është A, ioneve të hidrogenit. Përgjigja përgjimtare në A. Me pH masin për qëndrimin e ioneve të hidrogenit. Sakt.
Shumë bukur Esion. Pyetja tjetër. Tigrat jetojnë vetëm në Azi dhe Afrikë, Europë dhe Azi, apo Azi? Ke parë tigër në njerë? Po, kopë zoologjik po, po ja. Ku? Në cilin kontinent? A në kopë Në zoologjik? Afrikë, po. Po nga televizor kam parë në Afrikë, por di dhe që në Azi ka disa lloje tigrash që jetojnë. Mendoj, dim dhe publikut. Publiku. Esion Shyti kërkon ndihmën tuaj në pyetjen. Tigrat jetojnë vetëm në Azi dhe Afrikë, në B Afrikë, C Europë dhe Azi, apo D vetëm në Azi? Na jepni përgjigjen e saktë, ju lutem. Azi, 67%. Dhe unë po vendos për Azin, D, përgjigja përfundimtare ime është D-ja. Përgjigja përfundimtare në D, do të thotë tigrat jetojnë vetëm në Azi. edhe në publicitet ndoshta. Nderuar televizionistë, u kthyem në quizin milioner. Në karrierën e nxehtë është Esion Shyti nga Tirana. Në pyetjen e 7, tigrat jetojnë vetëm në Azi dhe Afrikë, Europë dhe Azi apo në Azi? Pas ndihmës së publikut, Esioni dha përgjigjen në D, Azi. Dhe fjala është për tigrat e Siberisë, tigrat e Indonezisë dhe tigrat e Bengalit, kryesisht do të thotë këto. Dhe përgjigja është e saktë. Tigrat jetojnë vetëm në Azi. 500 euro. Okej? Balalaika është një slit, kërcimtare, kukull, instrument muzikor. Slit, nuk mendoj se është slit. Pas mendimit tim. Mund të jetë ose kërcimtar ose mendoj instrument muzikor. Po di që balalaika është lloj kërcimi. Sa di, mbas mund ta kem gabim, mund të jetë edhe instrument muzikor. Ke ndonjë mik? Kam, po. Ke? Kam. Atëherë? Po marri mikun tim, inxhinier dhe ai, Genti Qiriazi. Genti Qiriazi. Po. Okej? Do marrë ndihmën? Po, ndihmën. Telefonon mikun? Po, patjetër. Mirë. Ju lutem linjën telefonike. Duam të bisedoj me Genti Qiriazi. Do ta thrasim me Vala. Po. Vala nuk na ka dështuar asnjëherë. Është në shërbim të Quiz Milioner vazhdimisht. Çdo thirrje telefonike kudo qoftë në botë realizojmë. Edhe këtë herë, Po. Po, alo, përshëndetje. përshëndetje. Genti Qiriazi, Po, Genti Qiriazi. Femi Ferrati nga quizi kur do të bëhet milioner. Urdhë? Femi Ferrati nga quizi kur do të bëhet milioner. Po, Atëherë, poli. në studio në karrierën e nxehtë kemi mikun tuaj, Esion Shytin, dhe ka vendosur t'ju kërkojnë ndihmën tuaj, është ndihma e fundit që përdor dhe kemi të bëjmë me një Okej. pyetje, çfarë të them? I keni gjithsej 30 sekonda. Okej, sa pyetje? Balalaika është një slit kërcimtare, kukull, instrument muzikor. Balalaika. Balalaika
është slit kërcimtare, Ma shpejt. kukull, instrument muzikor. Lajka është kërcimtare, kukull, instrument muzikor. Shpejt. 10 sekonda. Balalajka. Instrument muzikor. E gjeti, ë? E gjeti në Google si duhet. Ha? Ndoshta? Ndoshta. Kështu dhumë, po i besoj, Ishte në shoqëri si duket dhe mendoj se përgjigje përmjetare ime është D, dhumë. Nuk kam... balalajka është një instrument muzikor. Bravo, sakt. Shumë bukur e Sion. Vazhdojmë? Po, Apo po të riqesh? vazhdojmë. Po vazhdojmë. Pyetja e 9. Si quhet një cowboy i Amerikës Latine? Poncho, peone, pampero, apo gaucho? Keni ndonjë ide nga këto opcione? Ide nuk kam, po, S'ke ide. Pompero, Gaucho, Leone, Poncho. Ke dëgjuar ndonjëherë nga këta emra këtu? Asnjëherë. Asnjëherë. Atëherë. Dhe luash Jo, mendoj Do të të riqesh? riqen. e fundit Të riqen. të riqeni. Nderuar të shikues, nderuar publik, Sion shqyti të riqen. Sion keni fituar 650 euro dhe po të vazhdonit na thuani përgjigje. Dhe ja fusësh kot Mbase B, peone. peoni. Po është palit, nuk Ja. Gaucho. Skuadra e Argentinës quhet Gauchose. Gaucho. Nderuar të shikues, faleminderit shumë për vëmendjen, ishte kënaqësi të jemi së bashku. Do vazhdojmë prap, presim kandidat tjerë, kandidat atraktiv. Kështu, si gjithmonë, së bashku në Kvizin Milioner.